Bashkimi Demokratik për Integrim ka deklaruar se qeveria ka dështuar të sigurojë 60.77 milion euro grant nga Bashkimi Evropian, të destinuara për ndërtimin e seksionit të tretë të hekurudhës së korridorit 8 drejt Bullgarisë. Sipas BDI-s, kjo përbën humbje të një mundësie të rëndësishme për zhvillimin ekonomik, modernizimin e infrastrukturës dhe forcimin e lidhjeve të vendit me Evropën. Bekim Rexhepi nga BDI theksoi se sipas dokumenteve zyrtare të dorëzuara nga vetë qeveria në kuvend, fondet IPA nuk janë të disponueshme sepse tenderi i shpallur në vitin 2024 është anuluar dhe kontrata për ndërtimin e seksionit të tretë të hekurudhës nuk është lidhur brenda afatit të përcaktuar. Pra, humbja e 60.77 milion eurove nuk është një pretendim politik i joni, por pasoj e dokumenteve dhe akteve zyrtare të institucioneve. Qytetarët do të dinë se në fund të vitit 2023, respektivisht 12 dhjetor 2023, kur Bashkimi Demokratik për Integrim ishte pjesë e qeverisjes, u sigurua paketa më e madhe financiare për këtë projekt në vlerë për rreth 560 milion euro. Edhe atë 175 milion euro kredi nga Banka Evropiane për investim, 175 milion euro kredi nga Banka për rindërtim dhe zhvillim, 149 milion euro grant nga VBFI, korniza investuese për Ballkanin Perëndimor dhe 60.77 milion euro grant IPA nga Bashkimi Evropian. Ai theksoi se ky ishte rezultati besimit të partnerëve evropian dhe i punës për ta vendosur korridorin 8 si prioritet strategjik të shtetit. Sipas partisë opozitare, korridori 8 nuk është thjesht një projekt infrastrukture, por është korridor panevropian, pjesë e rrjetit strategjik të transportit të Bashkimit Evropian dhe me rëndësi të veçantë për NATO-n. BDI pyet se kush mban përgjegjësi për humbjen e 60.77 milion eurove, pse nuk u përmbushën afatet për realizimin e projektit dhe a do të duhet tani që qytetarët ta mbulojnë nga buxheti i shtetit atë që Bashkimi Evropian ishte i gatshëm ta financonte si grant.